Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histria Mickoski deklaroi se ligji për përdorimin e gjuhëve lejon zhvillimin e provimit të jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe në rast se paraqitet një kërkesë e tillë nga studentët. Duke komentuar kërkesat e studentëve të juridikut, Mickoski tha se baza ligjore është e qartë dhe se institucionet duhet ta respektojnë atë. Nëse ekziston kërkesë që provimi të jepet në gjuhën shqipe, kjo duhet të lejohet. Ligji për gjuhët është i qartë në këtë aspekt, u shpreh kryeministri. Kërkesa për zhvillimin e provimit të jurisprudencës në shqip është bërë zyrtarisht nga studentët e juridikut, të cilët kanë dorëzuar një peticion në disa institucione përfshirë Ministrinë e Drejtësisë, Inspektoriatin për përdorimin e gjuhëve, Agjencinë për zbatimin e gjuhëve, Kuvendin dhe Qeverinë e Republikës Maqedonisë së Veriut. Koalicioni i qeverisës Vlen në Maqedoninë e Veriut kritikoi BDI-n se 20 vjet nuk e zgjidhni problemin e provimit të jurisprudencës. Ligji për provimin e jurisprudencës u miratua në vitin 2019 dhe hyri në fuqi në 1 janar 2020 pikërisht në kohën e BDI-s, ndërsa strategjia e tyre për të dorëzuar propozim ligj 4 ditë para qeverisë teknike, edhe sot të shtiren si të shqetësuar nuk është gjë tjetër veç se hipokrizi e llojit të vet, kritikojnë nga Vlen. Shumica e qeverisës e garanton se provimi i jurisprudencës do të jepet në gjuhën shqipe si e drejtë e patjetërsueshme studentëve shqiptar dhe si detyrim kushtetues i shtetit. Ministria për ropën e punët e jashtme në Shqipëri Elisa Spiropali përgëzoi studentët shqiptar të Maqedonisë së Veriut, të cilët kërkojnë të drejtën për të dhënë provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Në një postim në rrjetet sociale, Spiropali tha se dialogu mbetet rruga më e sigurt për forcimin e besimit dhe standardeve demokratike. Ministra Spiropali shpreh vlerësimin për gatishmërinë e institucioneve të Maqedonisë së Veriut, veçanërisht kryeministrit Mickoski dhe zëvendës kryeministrit Sali për të trajtuar këtë çështje me seriozitet dhe në përputhje me kushtetutën dhe kuadrin ligjor të vendit. Në Maqedoninë e Veriut, 385 studentë shqiptar nga 3 fakultete juridike, ai Universiteti të Tetovës, Universiteti i Europës Juglindore dhe Universiteti Nën Tereza kanë dorëzuar një peticion ku kërkojnë që ky provim të zhvillohet edhe në gjuhën shqipe krahas maqedonishtes. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka deklaruar se pavarësisht sfidave të vazhdueshme, rruga e Kosovës drejt anëtarësimit në NATO dhe Bashkimin Evropian është e pandalshme. Në intervistë për median britanike Monocle, ajo ka folur për integrimin euroatlantik, duke theksuar gjithashtu potencialin zhvillimor dhe perspektivën afatgjatë të vendit. Kongresmeni amerikan Keith Self mbështet anëtarësimin e Kosovës në NATO. Gjatë një tryeze me deputet shqiptar në Kongres, ai ka theksuar se ky do të ishte një hap vendimtar për stabilitetin dhe sigurinë në rajonin e Ballkanit. Keith Self deklaroi se kjo çështje përbën një mision personal të tij dhe një element kyç për krijimin e ekuilibrit strategjik në rajon, duke bërë thirrje për tejkalimin e kundërshtimeve që vijnë nga disa vende anëtare. Unë po kërkoj ekuilibër në Ballkan, dua ekuilibër në Ballkan dhe mendoj se një nga pjesët kyçe dhe e ka marrë si mision personal është anëtarësimi i Kosovës në NATO, e cila do të ishte një forcë jashtëzakonisht stabilizuese në Ballkan, u shpreh Self. Sipas tij, rajoni mbetet i brisht nga pikpamja e sigurisë dhe kërkon hapa konkret për të shmangur tensione dhe për të ndërtuar qëndrueshmëri afatgjatë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.